kjo nuk do të thotë se nuk ka mundësi që vendet tjera të mund ndërhyjnë. Sikurse ka dhe një logjikë e cila është e pranueshme, që ndërhyrjet nga ana e shteteve tjera për të mos lejuar bërjen e një investimi i cili për mendimin tim i distancohet tërësisht nga qëndrimi politike. Në aspektin ekonomik unë e vlerësoj pozitiv. Pra vlerësoj jo si tifoz jashtënet për partive, por kuptime e një personi i cili shikon që ky vend nuk prodhon asgjë tjetër vetëm veç turizmit. Pra nuk është se ne kemi një luks Shqipëria që të prodhoj, ne dhe gosht me zi prodhojmë. Asgjë tjetër nuk prodhojmë. Ndonë se janë gjitha të resurse. Dhe vetëm mënyrë për të mbajt këtë ekonomi dhe për të arritur, unë e mendoj Shqipëria përshkon drejt të njëjtit trend që shkojnë edhe vendet e vënjes Shqinje, vendet e rajonit, duke marrë Greqinë, duke marrë Italinë përballë, duke marrë Malinezi, Kroacinë, që janë vendet që pjesën më të madhe të ardhurave e kanë nga turizmi. Aty unë shtoj edhe një pyetje. A do mund që ne të pranojmë që modeli i zhvillimit të jetë si është bërë deri tani, apo do të kërkojmë që të bëhet nëpërmjet investitorëve të cilët kanë një përvojë në atë punë. Tani ne nuk mund pranojmë as logjikën e kryeministit, as logjikën e protestuesve. Ta shpjegoj pse. Ne nuk pranojmë dot as që të merret modeli që themi modeli i atij Mihalit, atij qytetari që u zum ato spanjollët që përbën një rast izoluar, në kurse ne mund ta marrim si model krahasimi atë, por nuk pretendojmë që të jetë modeli krahasimit janë edhe sheikët, sepse po e tregon historia që investimi i sheikëve është një investim i cili po ka problematika dhe veta. Tani, fakti që mund të jenë këto dy lloj modelesh nuk do të thotë që Shqipëria nuk mund të zhvillohet edhe nga investitorët vendas. Sepse pjesa më e madhe e investimeve deri tani janë investime vendase. Ja do t'i them, ke investime që janë bërë në jugun e Shqipërisë, ke investime që janë bërë në bregdetin e Durrësit, rezorte të cilat janë marrë nga brenda ndërkombëtare. Këto shqiptarët i bën, nuk është se erdhën ufët edhe janë investime, turizëm militar më pas. Tani unë absolutisht jam dakord për të dhe turizëm militar. Unë si avokat, unë e shoh më shqetësues një projekt ligji i cili po kalon së fundi në parlament. Që është për shitjen e tokës bujqësore personave të huaj. Kjo për mua është këmbana e alarmit dhe po kalon pa u vënë re edhe nuk po kontekstualizohet absolutisht në sferën e protestës. Problemi është që toka është e shenjtë. Nuk mundet ne që ta tregtojmë si mall, si një shishe uji. Jo, ne mund të Shqipëria ka shit gjitha resurset e veta. Kemi rastin e Bulqizës, gjitha resurset janë dhënë të huajve. Aeroportet po ashtu. Fati mirë është që u rikthye aeroporti ndërkombëtar, u rikthye prapë tek shteti, pra është një investim vendas. Por ne nuk mund të lejojmë, unë mendoj që nuk duhet të kaloj ky projekt ligj. Kjo është këmbana e alarmit. Kjo është çështje e sigurisë kombëtare, jo vënia e një personi non grata, e cila për nga rëndësia që e përcjell, për nga rëndësia që përcjell, unë mendoj nuk është më thelbësore se sa kjo. Sepse deri tani edhe aktualisht që flasim është ndaluar shitja e trojeve personave të huaj. Shtetasve të huaj është ndaluar. Vetëm kjo ka qenë një formë e zgjidhur nëpërmjet shoqërive tregtare, të cilat kishin të drejtë të blinin trojet në Republikën e Shqipërisë. Sot këtë kalon edhe shitjen e tokave bujqësore. Unë këtë e shoh të pa argumentuar, pra cili është qëllimi i ligjit, sepse një ligj ku bëhet për të rregulluar një situatë caktuar. Ka një qëllim që do ta arrijë. Pra qëllimi nuk mund të jetë qëllimi të vi kundër interesave të shtetit. Paktën në opinionin publik kështu reklamohet, sepse edhe informacioni ka qenë shumë i vagët, por edhe mënyra se si ky projekt ligj është bërë me një shpejtësi, na ka krijuar idenë se po bëhet për interesa të caktuara. Me qëllim blerjen e tokave nga ana e investitorëve të huaj. Pastaj kush janë të fshirë mas investitorëve, kjo është çështje që mbetet për të ka një pikë pyetje të madhe nga radha.